Pristina. Et puis aujourd'hui aussi, donc je voulais savoir quelles sont les relations entre Kosovo et la Suisse. Deuxième question, bonne image, merci tant que film. Pozonia nos nome, ma question, est-ce que vous êtes d'accord? Faleminderit shumë, nderuara presidente Keller Sutert, nderuara anëtar të delegacioneve të nderuara media nga Zvicra, nga Kosova dhe më gjerë. Më lejoni edhe një herë që në emër të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës t'ju shpreh mirënjohjen më të thellë për mikpritjen e jashtëzakonshme dhe nderimin e madh që i keni bërë sot shtetit tonë. Dhe po ashtu t'i falenderoj nga zemra të gjithë qytetarët të cilët e bën këtë mikpritje edhe më madhështore nëpërmjet prezencës së tyre në sheshin e Bernit. Meqense vizitat shtetërore janë të rralla, fakti që kjo vizitë shtetërore po realizohet pikërisht këtu në Zvicër për Republikën e Kosovës flet shumë për përkushtimin e Zvicrës ndaj miqësisë dhe ndaj partneritetit tonë. Ndërsa qytetarët e shumt sot të mbledhur në shesh, shumica pjesëtar të mërgatës sonë të jashtëzakonshme, janë dëshmia më e mirë e mirënjohjes që të gjithë ne e ndjejmë për këtë mikpritje dhe respektin e jashtëzakonshëm që po na bëhet sot. Kjo vizitë për ne nuk është vetëm historike, është një dëshmi e fuqishme se shtetet dhe popujt tanë tashmë po shkruajnë një kapitull të ri në marrëdhëniet tona të ndërsjella, marrëdhëniet cilat janë latuar në kohët më të vështira për popullin tonë, në një kohë kur Kosovës i nevojitej më shumë se kurrë për krahja e aleatëve të saj. Zvicra qëndroi pranë nesh atëherë dhe qëndron pranë nesh edhe sot, gjersa ndërtojmë një të ardhme më të sigurt, më të qëndrueshme dhe më të drejtë për të gjithë qytetarët tonë. Jemi veçanërisht mirënjohës për rolin e Zvicrës në misionin paqëruajtës Swisskoj në kuadër të KFOR-it, si dhe për përkushtimin zhvillimor. Ju e dini që një pjesë e madhe e mërgatës kosovare këtu në Zvicër janë gjenerat e dytë, gjenerat e tretë, dhe ata kanë ndërtuar një jetë jashtëzakonisht të suksesshme edhe falë mbështetjes dhe mundësive që ju ka dhënë Zvicra. Ata nuk ja zbardhin fytyrën vetëm Kosovës, por ja zbardhin fytyrën edhe Zvicrës. Ata nuk e gëzojnë vetëm Kosovën kur arrin suksese nga shkenca e deri te futbolli në kampionatin botror, por ja zbardhin fytyrën dhe e gëzojnë edhe Zvicrën. Kështu që është zgjedhje e tyre se ku dëshirojnë ata të jetojnë, por askush nuk mund ta mohoj se ata japin kontribut të jashtëzakonshëm në rritjen ekonomike, në sukseset dhe në prosperitetin e Zvicrës, asnjëherë pa harruar Kosovën. Pra mbështetja që mërgata jonë këtu në Zvicër, por edhe gjetiu, u jap familjeve të tyre drejt për drejt, por edhe nëpërmjet investimeve ekonomike në shtetin tonë, është e jashtëzakonshme, në fakt është një prej motoreve të zhvillimit tonë ekonomik. Tani ne po tentojmë ta bëjmë atë që quhet brain gain, pra sidomos sa i përket gjeneratës së re, e cila është shkolluar, ka krijuar përvojë të jashtëzakonshme këtu në Zvicër, ka ndërtuar biznese të suksesshme dhe ne po tentojmë që t'i bindim ata që të investojnë edhe në Kosovë. Megjithatë, nuk do duhej të shihej investimi i tyre në Kosovë si diçka kundër Zvicrës, përkundrazi unë mendoj që duhet të shihet si diçka që e rrit potencialin e bashkëpunimit tonë. Siç e thash në fjalët fillestare, ura më e shenjtë e bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve tona janë pikërisht kjo mërgat e cila e ka bërë edhe Kosovën edhe Zvicrën të krenohet në raste të shumta. Faleminderit shumë, ky brosh që e shihni sot dhe që e kemi gjithë delegacioni është punuar nga gratë të cilat kanë qenë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, siç e dini diku rreth 20.000 gra kanë pësuar nga ky akt kriminal që është përdorur si mjet lufte në Kosovë nga regjimi i Miloševićit. Dhe tani ne si presidencë kemi një sër projektesh për fuqizimin e tyre ekonomik dhe vazhdimisht i mbështesim ndër të tjera duke u siguruar që këto produkte që ato i punojnë
janë prezent në çdo cep të botës, duke treguar jo vetëm reziliencën, qëndrueshmërinë e tyre, por në të njëjtën kohë faktin se si dhimbjen e tyre kanë shndruar në forcë dhe në shembull për gjithë botën. Nëpërmjet këtyre projekteve ne i mbështesim jo vetëm gratë në Kosovë që janë të mbijetuara të dhunës seksuale, por në të njëjtën kohë mbështesim të mbijetuarit e dhunës çdo kund në botë, siç e dini Kosova ka një ndër sistemet më të fuqishme të mbështetjes së të mbijetuarve, sistem ky i cili tani po merret si shembull edhe në shtete të tjera deri në Amerikën Latine, dhe unë jam shumë krenare me punën që po bëjnë dy të deleguarat e mia speciale për dhunën seksuale gjatë luftës, zonja Vaspie Krasniqi dhe zonja Shyrete Tahiri, të cilat udhtojnë në shtete të ndryshme të botës, mbështesin të mbijetuarat në Ukrainë, mbështesin të mbijetuarat në lindjen e mesme, mbështesin të mbijetuarat në shtetet e Afrikës, pra ne jo vetëm që po i fuqizojmë ato në Kosovë, por po sigurohemi që i mbështesim të mbijetuarat e dhunës çdo kund në botë me shpresën që ky mjet kriminal i luftës nuk do të përdoret asnjëherë më. Strategjia jon afatgjate është më së shumti lufta për drejtësi. Aty ka ngecje, sepse siç e dini shumica e kriminalëve që i kanë kryer këto krime kanë ikur nga Kosova, që është edhe arsyeja pse ne kemi ndryshuar kodin penal për të lejuar edhe gjykimin në mungesë. Kanë filluar disa prej rasteve, i kemi, po janë shumë pak, në krahasim me numrin e të mbijetuarve dhe viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, por kjo është një kauzë dhe një luftë, një betejë e madhe që vazhdon, nga e cila ne nuk duhet të heqim dorë asnjëherë. Duhet t'u japim zë, ta fuqizojmë zërin e të mbijetuarve, sepse ato asnjëherë nuk kërkojnë hakmarrje, e vetmja gjë që ato kërkojnë është drejtësi. Faleminderit juve.